Zbashku sot me familjen e krym obligimin qytetar, votuam për kryetarin e ardhshëm të Gostivarit, edhe pse në raundin e parë vetëm për 21 vot fatkeqësisht nuk u zgjodh Valbon Limani. Shpresoj se sot sovrani e ka fjalën, do të flet përsëri dhe besoj dhe uroj se një gjenerat e re të politikanëve do të vazhdojë të udhëheqë komunën e Gostivarit. Gostivari çdo herë ka pas kryetar dinjitos dhe shpresoj se sonte në mbrëmje përsëri do të kemi një ekip të re e cila duhet ta udhëheqë komunën tonë. Informacionet që flasin të rend, si zhvillohet procesi zgjedhor dhe si prisnin mbarojnë? Në bazë të informacioneve që marr, deri tash është çdo gjë në rregull dhe dalshmëria është pak më e vogël, si zakonisht në Gostivar qytetarët votojnë pak më vonë, por nuk pres që dalshmëria të jetë sikur në rundin e parë. Me siguri do të jetë pak më pak se rundin e parë. Prej çdo kundi marrim informata që kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim ka përkrahje të jashtëzakonshme, por në mbrëmje përsëri e them sovrani do të flet me rezultatet që do të mblidhen prej gjitha vendvotimeve.